Furnizimi me karburante në vend është i qëndrueshëm dhe Maqedonia, pavarësisht rritjes së çmimeve, ka karburantin më të lirë në rajon, siguron Ministria e Energjetikës Sanja Bozhinovska. Inspektorët e tregut në mbi 300 kontrolle kanë konstatuar se të gjithë tregtarët kanë rezervat ligjore operative për 5 ditë. Ajo siguron se edhe rezervat shtetërore janë të qëndrueshme. Deklarimet kanë qenë se kemi mjaftueshëm për mbulimin e rreth 62 ditëve të nevojshme të qytetarëve dhe ekonomisë. 138.877.053 litri, Euro Super 95, 32.098.680 litri, Ekstra лесно масло за домакинство EL1 10.772.342 litri, Мазут М1 5.287.794 килограми. Со тоа што Макора има обврскан или што ги зема парите, ќе набавуваат, треба ги прашам кога следно ќе набавуваат за тоа име редовна набавка. Дневната мислам дека околу 4.000. Ministria siguron nëse presionet globale vazhdojnë, do të përdoren të gjitha mekanizmat për mbrojtjen e standardit të qytetarëve. Në dispozicion janë uljet e akcizave për karburantët deri në 4 denar dhe të TVSH-s për blerjen e derivatëve. Bozhinovska mendon se qytetarët nuk dëmtohen nga ndryshimi i rregullores së Komisionit Rregullator të Energjetikës, me të cilën çmimet ndryshohen një herë në javë të hënën, e jo si më parë, kur kishte ndryshime në bursat botërore. Ajo thotë se deri tani kemi pasur vetëm një rritje. Цените ги одредува регулаторна. Знаете, ние не се мешаме како министерство, меѓутоа јас се распрашав. Тоа пресметување е воведено од војната со Украина. Значи тоа е од 2022, меѓутоа пред тоа било на еднонеделно ниво. И како што ги пратевме цените, значи војната почна на 28, а ние имавме само едно зголемување. Што значи дека граѓаните, ако се видат сите цени, мислам дека не се оштетени, односно до сега имавме само едно зголемување на цените. Ndryshe, Komisioni Rregullator i Energjetikës të hënë rriti çmimet e karburantëve mesatërisht për 14.27%. Çmimi i dizelit u rrit për 14.5 denar, pasi fuqia në bursat botërore kaloi $100. Çmimet e reja të Komisionit Rregullator të Energjetikës duhet t'i shpallë të hënën, por shqetësues është se çmimet e naftës në bursat botërore në 2 ditët e fundit përsëri kaluan $100, pasi më parë kishte rënje drastike dhe deri në 85 denar për fuqi.